Në Durrës me kolegun ton atje, me Artur Korikun, për të marrë më shumë detaje për një plagosje që ka ndodhur në qytetin e Durrësit, ku është identifikuar edhe autori. Përshëndetje Turi, konkretisht si ka ndodhur, kush është personi që ka mbetur i plagosur, cilat janë informacionet e fundit që vijnë pavarësisht se kemi dhe identifikimin e autorit, a është arrestuar ai? Përshëndetje Ertil, ka qenë një ngjarje që ka ndodhur mbrëm. Është përsëri na del në evidencë si personazh TikToku. Ai quhet Fabio Kuçi, që e quhen edhe Gucci, si epitet ndoshta. Unë nuk e kisha njohur vetë, me thënë drejtën, por që personazhet, këto frekuentuesit e TikTokut, më thonë se është një personazh i njohur në TikTok për postimet që bën her pas here, dhe në disa raste ka pasur edhe konflikte të shkaktuara nga ato që ai poston. Mbrëm ai ka qenë Durrës, ky nuk është banor Durrësi, është banor në Fierin, më thonë. Ende policia nuk ka dhënë një version zyrtar të ngjarjes, por që ka konfirmuar që ka pasur një plagosje mbrëm, dhe pikërisht është ky personi i plagosur, Fabio Kuçi, i cili është plagosur në lagjen numër 9, në atë që njihet në Durrës si lagja e re. Mbrëm një person tashmë identifikuar nga policia ka qelluar atë marrë zjarri pistolet në krah, duke lënë plagosur, dhe ai më pas ka përfunduar në spital. Ndërkohë që ai ka dhënë dëshmi për policinë, duke se ajo ka vlerëtur për policinë që të identifikojë autorin dhe të vihet në ndjekjet e tij, dhe siç po thon nga policia, janë afër arrestimet e tij. Sidoqoftë, le të presim se çdo na thonë dhe zyrtarisht autoritetet policore, sepse tashmë informacionet e kemi nga rrugë operative, por të verifikuara drejt. Ato më thonë që ka pas një konflikt më përpara, ka qenë një konflikt verbal, i cili ka kulmuar me përdorimin e armës së zjarrit. Duket ka qenë ndonjë shef TikToku, këtë unë po e mençoj më shumë, se sa e kam të sigurt nga burimet e policisë, sepse ato janë një shik diskret përsa i përket dhënave për hetimin, sepse nuk e kanë autorin akoma në duart e tyre. Kështu që por ajo që kam mësuar është se duhet të ketë ndonjë sherr TikToku përsëri që është vijuar me sqarimin thojza të personave, dhe që zakonisht ka ndodhur dhe më pas është përdorur grushti apo armët e ftohta deri në përdorimin e armëve të zjarrit. Sidoqoftë, le t'ja lejmë marrë vendim sqarimin e mëtejshëm së ngjarjes, po jemi këtu ku tham, pra kemi një person TikToku të plagosur, personazh TikToku, i cili ka dhe një background i precedente penale të mëparshme, të ndodhura në Angli, ku ka kryer edhe burg. Kështu që nuk përshtohet dhe kjo pista e sherrave të vjetra. Sidoqoftë, ne do jemi në korrent të zhvillimit të kësaj ngjarje për të sqaruar më tej deri në fund të ngjarjes Ertil. Faleminderit Turi për gjitha këto informacione, se do të ketë të tjera zhvillime, me njerë do të lidhemi së bashku. Mirë, ndalemi tani në të tjera